Kryetari i Bashkisë Kukës Albert Halilaj ka sqaruar shqetësimet e qytetarëve lidhur me prishjen e hapësirës së gjelbër përpara pallatit të 6 katësh, e cila u ndërhyr gjatë ditës së martë. A mund të prishet kjo fal lulishte këtu? Çfarë kohë ndërtu kjo lulishte ama men? Po kjo lulishte është apo që në fillim është që në fillim ku ka fillu si duhet qyteteria. Lulishte, një herë që në turr të gjithë me bën ndërtime këtu, tash erdhën edhe po bëjnë edhe lapidare, prish, çfarë t'i bëj? Në një deklaratë për Kukës Televizion, kryebashkiaku Halilaj bëri të ditur se nuk do të ketë ndryshim të destinacionit të kësaj hapësire, por vetëm një rikonceptim të saj në funksion të qytetarëve. Të riparohet totalisht edhe pjesa lulishtes, të vendoset, të bëhet një diçka shumë e bukur që do e shikoni, që do jetë për gjithë qytetarët e Kukësit. Pra ju pohoni se do të ketë rikonceptim, po jo ndryshim të destinacionit, pra lulishte. Lulishte, do jetë lulishte në funksion të qytetarëve dhe banorëve të asaj lagje. Sipas tij, ndërhyrja synon përmirësimin e zonës dhe krijimin e një hapësire më funksionale publike, ndërsa pjesë e projektit do të jetë edhe vendosja e një instalacioni për nderim të minatorëve të Kukësit si simbol i kontributit dhe sakrificës së tyre ndër vite. Lulishten do bëhet një strukturë në nderim të minatorëve të Kukësit, meqense Kukësi ka pas një numër të konsiderueshëm minatorësh, si në Gjegjen, si në Kalimash. Është kaluar projekti nëpërmjet Këshillit Bashkiak, janë marrë gjitha lejet përkatëse dhe unë kam kërkuar përveç atij instalacioni që do të vendoset, të riparohet totalisht edhe pjesa lulishtes. Halilaj theksoi se çdo veprim do të realizohet në përputhje me interesin publik dhe se qytetarët do të përfitojnë një hapësirë të gjelbër, të riorganizuar dhe të aksesueshme.